my darling, you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need, and I will always love you. Fizik modeleje, zë brillante e fuqishëm, amerikania Whitney Houston ka pasur një prej karrierave më brillante mes këngëtarëve të popit, por karriera e saj e humbi shkëlqimin si pasojë e problemeve me drogën. Fituese e 26 çmimeve American Music Awards dhe 6 çmimeve Grammys, Houston ka grumbulluar shifra mbaramendëse për të dëshmuar sukseset e të shkuarës. Ajo ka shitur rreth 170 milion albume në 25 vjet, ndërsa nga mesi i viteve 1980 deri në fundin e viteve 1990 ishte vajza më e artë e industrisë së muzikës amerikane. Në vitin 1985 ajo hodhi në treg albumin e saj të parë me titull Whitney Houston, i cili u shit miliona kopje anë e mban botës. Çmimin e parë Grammy e fitoi me këngën e saj Saving All My Love For You, e cila u pasua dhe nga këngë të tjera të suksesshme që e ngjitën në krye të klasifikimeve dhe të shitjeve anë e mban botës, si How Will I Know You apo I Wanna Dance With Somebody. Por këngëtarja nuk u ndal vetëm në fushën e këngës. Në vitin 1992 bëhet objekti kinemas me filmin The Bodyguard për krah Kevin Costner. Someone was in my house? Wait a minute, someone was in my house? Everybody's afraid of something. That's how we know we care about things. When we're afraid we'll lose it. How about you, Frank Farmer out there on the edge? Kolona zanore e filmit u bë një prej më të shiturave në botë. Në I Will Always Love You, Houston shfaq sharmin e një zëri jashtëzakonisht të gjallë, të fuqishëm, shpërthyes dhe brillant. Martesa e saj me Bobby Brown në vitin 1992 u pa me skepticizëm nga ata që i njihnin të dy. Ajo tashmë e kurorzuar me titullin e princeshës së muzikës pop, ndërsa ai me profilin e një njeriu problematik. U martuan në vitin 1992 dhe nga kjo martesë u lind vajza e tyre vetme, Bobby Christina. Martesa pati një sër problemesh pasi Bobby Brown u arrestua disa herë për përdorim substancash, mos respektim ligji, sjellje agresive ndaj Winston dhe neglizhencë ndaj fëmijëve që kishte edhe në marrëdhëniet e mëparshme. Por problemet nisën edhe për Whitney. Në vitet 2000 bëhet objekti kronikave dhe faqeve kulturore të gazetave si përdoruese e lëntëve narkotike, duke u bërë burim problemesh në jetën e saj, si dhe sullon tërhiqjen e këngëtarës nga skena e muzikës. Divorci me Bobby Brown në vitin 2007 nuk ndihmoi shumë këngëtaren, pasi tashmë Whitney i përkiste kategorisë së njerëzve që përpiqeshin të gjenin shpëtim tek klinikat për t'u kthyer jetës normale. Në vitin 2009 ajo u rikthye suksesshëm me albumin e saj I Look To You, por pjesëmarrjet e saj në koncerte lanë shumë për të dëshiruar. Jeta e 48 vjeçares Whitney Houston ishte jeta e një dive së muzikës, e cila në momentet e saj të arta solli kulme të papërsëritshme në muzikën amerikane e botërore. Në vitet e fundit këngëtarja u bë artistikisht dhe më pak e mediatizuar. Lejojnë të kalojnë 8 vjet me albumin I'm Your Baby Tonight deri në krijimin e albumit të ardhshëm My Love Is Your Love në vitin 1998. It's okay if you're coming with me. It's alright. It's alright. Me shumë
Borxha, këngëtarja detyrua të shiste në vitin 2007 gjëra personale si veshje dhe instrumente me urdhër të drejtësisë. Pas disa viteve mungesë artistike, gjatë të cilave u la vendi këngëtarëve më të reja si Mariah Carey dhe më pas Beyoncé, Rihanna, Whitney Houston nënshkruaj në muajin shtator 2010 rikthimin e saj me një album të ri, I Look to You. Diva e muzikës pop ndoroi jetë në moshën 48 vjeçare në Beverly Hills, Los Angeles, California. Trupi pa jetë është gjendur nga truproja e saj në hotelin Hilton. Can't explain, but you got a way that you're making me feel I can do anything.